të Tryezë Trumbullakut edhe dua ta nis duke thënë që i kemi ndarë rolet, roli i një pjese këtu është ta shikojnë godën gjysmëbosh, roli i një pjese tjetër ku jam edhe unë është ta shikojmë godën gjysmëplot. Dhe në këtë dinamik sigurisht që bëjmë, si thuash, komplementaritetin e jetës demokratike. Duke u nisur nga ndërhyrja e fundit e godës gjysmëbosh, unë doja të sillja në vëmendje jo opinionin e qeverisë, por opinionin e një institucioni një autoriteti që unë besoj është i pakontestueshëm për nga kapaciteti profesional dhe për nga integriteti, që është Sigma. Dhe në vlerësimin e Sigmës, që gjykon performancën e institucioneve shqiptare nga një distancë e mjaftueshme për të pasur një objektivitet të lartë, Shqipëria ka një arkitekturë funksionale dhe të qëndrueshme për transparencën. Dhe rezultati sipas Sigmës, jo sipas meje, është 8.6 nga 10 në kuadrin strategjik dhe institucional dhe 7 nga 9 për funksionimin efektiv të autoritetit mbikëqyrës të drejtës për informim. Në ndërkohë që duke ju referuar indeksit transparencës të publikuar së fundi nga Qendra Kërkimore Europiane për antikorrupsionin dhe shtetëndërtimin, Shqipëria ka bërë një kapërcim për rreth 5% brenda këtij viti, duke kaluar nga 73% në 78% në indeksin e transparencës, ndërkohë që mesatarja e përgjithshme globale është 62% dhe euroanale është 69%. Pra, Shqipëria është 10 pikë mbi mesataren rajonale. Kjo është gota gjysmëplot. Po unë nuk jam këtu natyrisht për të debatuar ose kundërshtuar ato që u thanë, sepse unë besoj që tek ato që u thanë ka arsye të qëndrueshme dhe ka plot për të dëgjuar edhe për të marrë në konsiderat, sepse pavarësisht progresit bërë, as nuk diskutohet që po të shikojmë më lartë, jemi poshtë. Dhe natyrisht që po të shikojmë sa poshtë ishim, jemi shumë më lartë. Mirë po kjo e dyta është një burim motivimi për ne që duhet të ngrem vendin më lartë. Nuk është një argument për ju të gotës gjysmëbosh që e doni vendin më lartë sot edhe jo nesër, edhe me drejtë, sepse nuk është detyra juaj ta ngrini gurin, detyra juaj është që të thoni ku duhet shkoj guri. Dhe në këtë aspekt duhet të them disa gjëra konkrete. Spari, unë jam absolutisht dakord me ato që tha zonja që qasja e hapur nuk është kërcënim, edhe kjo është diçka që e predikoj vimësisht edhe në tryezën e qeverisë, edhe në të gjitha rastet kur flasim për këtë aspekt. Dhe realisht mendoj që ngurrimi për të ndarë me këdo qoftë që i kërkon informacionet që janë fakte administrative është absurd.